Viti 2025 ka shënuar një rritje të konsiderueshme të konsumit në vend. Qytetarët shqiptar, por edhe turistët e huaj kanë shfaqur tendencën për të shpenzuar më shumë për produkte dhe shërbime përgjatë periudhës janar-nëntor 2025. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave tregojnë se të ardhurat nga tatimi mbi vlerën e shtuar është zëri me performancën më pozitive pas tatimit mbi të ardhurat personale në të hyrat tatimore në 11 mujor. Konkretisht, të ardhurat nga TVSH e arkëtuar neto u realizuan në shumën 63.6 miliard lek, apo rreth 636 milion euro. Në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë, janë mbledhur afro 89 milion euro më shumë, apo 16.3% më shumë. Po ashtu janë arkëtuar 23 milion euro ose 3.7% më shumë se plani i periudhës. Rimbursimet e dhëna për periudhën janar-nëntor 2025 janë në shumën e 224 milion euro. Ndër faktorët që kanë ndikuar në këtë performancë është rritja graduale e numrit të turistëve në vendin tonë, të cilët përpos interesit për zonat bregdetare, kanë pasur interes të shtuar për zonat historike dhe malore. Duke qenë se linjat ajrore low cost ofrojnë çmime të lira biletash, agjenci të ndryshme organizojnë udhëtime me guida për turistët. Po ashtu edhe kushtet atmosferike kanë qenë favorizuese, duke bërë që turizmi të prodhojë konsum të lartë në të gjitha sezonet. Ndërkaq, një faktor tjetër që ka ndikuar në këtë performancë pozitive të ardhurave ka qenë dhe reforma e pagave në administrat për një sër kategorish që paguhen nga buxheti i shtetit, duke u dhënë kështu më shumë mundësi qytetarëve për të shpenzuar. Kjo reformë ka vënë në lëvizje edhe sektorin privat, duke nxitur në mënyrë indirekte rritje të pagave, çka ka sjellë dhe konsum të shtuar. Nga ana tjetër, një përqindje inflacioni më e stabilizuar përgjatë këtij viti është reflektuar në më shumë konsum.